fakt duhet të pranojmë që është një hap i parë pozitiv dhe është hera e parë që financimi publik i partive adreson barazinë gjinore, por dhe përfshirjen e të rinjve. Ajo që duhet të themi është që është e pamjaftueshme kjo përqindje dhe kjo sasi buxhetore. Së pari mbetet e kufizuar dhe në terma financiar, sepse arrin të mbështesë vetëm aktivitete fatshkurtra dhe nuk arrin dot të shkaktojë qëndrueshmëri në çfarë pritet të bëhet me këtë buxhet dhe ajo që është shqetësuese është që janë bashkuar dy prioritete në një. Pra këtu flasim për gratë dhe të rinjt, që të dyja janë shtylla shumë të rëndësishme brenda partive, por që idealisht nuk do duhet bashkoheshin në një fond të përbashkët. Qasja e financimit pasaj, unë mendoj që është e disi nihiliste. Po pse 5%? Kaq pak meritojnë gratë dhe të rinjt? Pra është thjesht diçka dhe për të shmangur vëmendjen nga problemet reale të draftit. Ky fond është qesharak, të mos harrojmë që është 5% e fondit të plot publik, por në fund ky 5% do ndahet sërish me formulën 70-20-10. Pra ky fond do të shkojë sërish partive të mëdha politike. Në parim është një vendim i dobishëm. Frika ime është që shumica e partive do përdorin këtë si mekanizëm vetëm për të përfituar ca para më shumë. Ajo që ne kërkojmë është që ky financim të jetë më i qëndësishëm, jo vetëm 5%, dhe të jetë i dedikuar vetëm për gratë. Dhe të rinjt të kenë një buxhet veçmas. Një masë tjetër është detyrimi për raportim financiar sipas gjinisë, në mënyrë që ne të dimë sa nga këto fonde shkojnë realisht për gratë. Kërkohet gjithashtu që një nga masat të jetë marrja e sanksioneve, qoftë se detyrimet nuk zbatohen. Një gjë që ne shikojmë të rëndësishme është përfshirja më proaktive e KQZ-s në monitorimin e përdorimit të buxhetit, që vetë partitë informohen, po dhe publiku i gjerë të di se ku shkojnë këto para dhe sa realisht shkojnë për ato që janë targetuar.